vonë, kur më kanë bërë fëmija mi, ju këmë ble bicikletë. Vetëm pse këmë pas mangë ju në fëmërijat. Ka mbet peng i fëmërisë tënde? Edhe këmë ble fëmijëve. Është kujtim sa do i dhimbshëm, gjithsesi e paske përmbush një farë mënyre me fëmijët e tu. Po, ma vonë po. Ma vonë po. Gjithsesi, kur fillove tani me u kyç tamam në punë si profesionist? Që në moshë të hershme, sepse ma shumë se 50 vite e përmenda ma herët karierë, gogja punë gjatë gjithë këtyre viteve që është realizu. Po dikun, në vitin 1973-74, vitin akademik kur regjistrohen në Fakultet Filozofik, dega Filozofi Sociologji në Prishtinë. Dhe tani, edhe kështu një jetë jem bukër aktive me shoke, me thene, gjetoria e bët vetën, apo? Edhe kalove me punon në botën e rejnë gazetën e studentëve të asaj kohë, ku puneja fotoreporter, po i bëjë edhe disa kronika nga tereni, me një aparat në krah, shkojshë kolegi juja, për ndryshe, dhe normalisht që i kisha një pagesë të mirë. Edhe si student, po nënën tjetër edhe një pagesë të mirë. Dhe me thotë vërtetën tash me erdhen tjera kushte. Me erdhen ndryshe, nuk kishte tesha, robe, kravata për mund Prishtinë, shkoja në Shkup me i bli. Po, se më ndrejnë filloj më standardi, senet, këtë u bona tjetër. Edhe normalisht atu fillova me punuan, deri 1977, kur absolvova kreva fakultetin, dhe tani shkova me punuan në gjimnazin Ljuç Gurakuqin Klin. Atje fillova punën, normalisht tash si profesor punoj atje, po mas 2-3 vjetë kalova në rini, prej rini në kulturë, dhe do më hanë në shtëpinë e kulturës, Jehona Dugagjidin Klin, kom fillu në vitin 1969, me qenë aktivist ato, me qenën si aktor, dhe me 2016 jem pensionu për ati institucioni kulturorë. Gjitha ato vite, gjitha i mund, gjitha ajo ai përkushtim, a? Po, normalisht. Gjithmonë me një vullnet, me një dëshirë, me një sa më njeri me dha për vete, në funit edhe i lindën o për ata, për me dha për vete ato që mundet, me kryu ato matë mirën që është të mëjshme, jo ma tepër se që mundet. Dhe normalisht në gjithë këmë hatë du me bo këte, por në fund, atë për s'ku mujtë me bo këtë që këmë pas dëshirë, po diçka jo mundu me bo. Po, atë ka diçka që t'ka me të peng, gjatë gjithë kësaj kohë, gjatë gjithë këtyre viteve karierë? Po që shja, gjithëherë ka diçka që mbetet pa realizu. Unë shkrime e thamë shpesher, asë një herë s'mund të thuhen të gjitha. Shkruj 100 libra, të gjitha s'unë i thu. Po kryj shumë detyra, po dhe shumë aktrime, po shumë role, po shumë të gjitha s'mund me realizu sa du. Shumë e vërtet. Po që shi kujton gjitha këto vite karierë, më shumë se 58 ishin? Dikun 58, për 67. Për 67, s'ka gjamët, ja ka mërë 67. Se mbaj mendë, po. Atër fillum në shkollën fillore me pregaditën disa skeqe, disa komedi, besa drama, atër Cuca Malev ishte shumë në modë në atë ko, emancipimi i femrës shqiptare, ne kishë shumë mangi femrat në shkollim, edhe normalisht që fillum në shkollëm, po në raj jeta kur shkova në gjimnaz. Po. Sepse tani dole në skenën e teatrit, në shtëpinë e kulturës Jehona Dugagjinin Klin, që në atë kohë ishte shtëpia e kulturës ma mira në Kosovë. Dhe më për 69 po flasë. Dhe tani aty me shok, kem pas një regjizor, një drejtar i shtëpisë kulturës Osman Reshet Gashi, indjeri tani nuk jeton, që ka dhonë kontribut malë, a i ne ofron të në zënës e gjimnazit, dhe mi thotë vërtetën, drejtar i gjimnazit në Klin në atë kohë ka qenën Fragojani, dërsa drejtar i shtëpisë kulturës ka qenën Osman Reshet Gashi. Besani që së është ditën cila o gjimnazit, cila shpjesë kulturës, sepse ne kem qenë bashkë, kem punu bashkë për të mire njën i tjetërit, në zënës ka njërë shpjetë kulturës, normalisht, edhe kështu në pregadit programet e në qfaqë për publikun. Po. Momenti maj bukur i karierës, maj mirit që ti e ruan me nostalgji, edhe sa herdo që ta bëjnë këtë pytje e të regën si të pare, që të vjen me një herë mendje. Po, gjatë karierës ka shumë. Am
kallzon diçka? A ki qef me lexu?